Përmene Zotin, po s'po di, po përmene Shqip. Se vllazni me thonë ty përmene filën figurën publike, se ka me të përmene i në lajmet qendrore, që i shikojnë ashta gjys miliona, 1 milion njerëz, ishe mytë e përmene të nditën se mbromje ka me të përmene atje në ora 20, në ora 19, kur janë lajmet qendrore. E Allahut ka garantue që ka me të përmene, po jënë lajme, po ka me të përmene para Melache, para Gjibrilit, para Mikailit, para Israfilit, para melekut që sjell rizkun, para melekut që merr shpirtin, melekut vdekjes. Ka me të përmend para engjëve, para melaqeve. Për ata Allah o thëtë, fadhkuruni. Me përmendni mua, më përmendni ju mua, edhe kurkum, unë ju përmendi juve. Ju më përmendni në veti, unë ju përmendni në veti. Ju më përmendni para një mase, sikur na tash për përmendim Allahun këtë të gjithë, Allah po thëtë, unë ju përmendi juve para një mase shumë matë madhe se sa ju që po më përmendni atje. Unë ju përmendni para një mase që nuk kanë gjëna, se na këtu kemi dhe gabime gjëna, që jenë të zgjedhur. Andaj që do të me botash, na nuk e kemi përfundu lidhjen me Zotin, se shumë kërë po mendon që u kryet është Ramazani, edhe u kryen lidhjet me Zotin. Për kundrazi, na tash jemi çdo ditë dhe çdo natë e përmend Zotin, edhe të i bo lutje Zotit. Andaj përmendeni Zotin ditë edhe natë vllazë. Po janë dy kohë të veçanta. Janë dy kohë të veçanta që duhet me shtu përmendjen e Zotit. Allahu i madhruar në surën Al-Ahzab thot: "Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira." O ju besimtar, o ju që keni besuar, përmendni Allahun me përmendje të shpesht. Ja rrallë, njëherë njavtë apo njëherë në ditët. Po përmendeni shpesh, wasabbihuhu bukratan wa asila, dhe madhrojni duke përmend Allahun në veçanti. Bukratan është në mëngjes, edhe kur, edhe në mbrëmje. Për ata, në për këto librat që i keni në gjuhën shqipe, edhe një libër i vogël që mas Kuranit ja vlen çdo shtëpi me pas mburoja e muslimanit, janë domethënë të gjitha llojet edhe mënyrat se si përmendet Allahu. Zgjohesh prej gjumit te koka e kim mburoja e muslimanit e çel atë. Si të zgjohesh? Atë të kallzon qysh do të mos zgjohe. Me hiq gjumi pe syve, ç'të ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masi u këndell, ka thonë: "Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur." Falënderimi ta kanë Allahut, i cili më ngjalli pasi që isha i vdekur, se pejgamberi sallallahu ka thonë vdekja, më falni, gjumi është vëllai i vdekjes. Që shtë ka përngjasue. Pse e ke po kur të flejsh mirë, folin njerëzit për ty mirë, keqe, ku din çka bëhet, të snin kur gjë. Është fjala kur flejsh mirë, kur flejsh me kohë. Se me ra 3 mëngjesit, 4 mëngjesit, i që rregullumi në është edhe s'monesh me flejt mirë, po me ra mas jacis flen mirë. Çka do të thotë kjo? Fillon do me thonë, fillon ditën marë edhe mirë. Valla ta shka ka me bo, më fa një shpreje, po shkaj në WC, në banjë. Edhe aty para se të hysh e ki dalë, pas se të dilsh e ki dalë, tash po vishna, para se të vishesh e ki dalë, tash po dalë prej shtëpis, para se të dalsh, kur të qesh derën e ki dalë, po nuk ka marrë kur gjë me marrë të librin, edhe me majtë. Edhe qka, në vazhdimësi jenë lidhe me Zotin. E në qatë liber vete kom pa, është i përmbledhur dhikri mëngjesit edhe i mbrëmjes, qysh përmenet Allahun mëngjes edhe mbrëmje. Pastaj dhikri pas namazit. Unë nuk e di çka u bë kështu më në nastia, nuk po mu je spjegoj mira, nuk kanë rregull diçka me neve ligjeruesve, apo me xhamatin. Me 10 herë apo 100 herë për themi, o vllazni, kur t'jep imami selam, nuk është në rregull par syt justifikueshme me uquet, ka rrogë barku, ki munim, temperaturë, termin, qosh me njëherë. Po në rrethona normale, e që 80% e kemi qatë rrethon, kur t'jepet selam në të djastën në të majtë, shosh në kam, po thua astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak te ya dhal jalali wal ikram. Na dhona selam dhe veç rrin. Po thot Muezini, po Muezini për ata që s'din, për ata që si punon kjo. Se marrë mirë ti vetë do të më thonë marrë vëlla, pse pjalen atina shpërblimet. Tanej pse e keni reduktuar veç i kaq. Po mas që sajna
Mas që sajna janë edhe 5-6 datë të tjera. E valla në s'pëjdi, po ti telefonin të ndite në dorë, instalej aty programin edhe qëte, qka kënohet mas farzit aty. Edhe sa marrë edhe në gjami me qelë, sa marrë edhe letër me marrë si kurone që e ko marrë të. I qëtë ato do me thonë letër. Edhe i mësën, besën i provone, një javë ditë kimi i thonë. 5 herë mas namazit. Sa për i bjen 40 sa herë për i bjen mrena javës, 7 ditë ka 5 namazë, edhe qka? Ditën e 8 e qirë s'ki nevojë, pse e kem su për mensh. E jo Allah tash, i bën 80 vjetë, 70 vjetë, e që do të me thonë mas i tepi momi selam, po ti që sa falesh që një 56, a i tjetër shamë dhe ka bo 80 vjetë, 90, që ka me thonë hoqë kur të kalojmë pranë varrezave. As mujtë e me mësu më rëvla që 70 vjetë. Pas ke mujtë për para, që tash, si dëmës të 30 vjetë e funit, elhamdulillah, çdo sen është letë. Andaj, me përmen Allahun në çdo gjendje edhe në çdo kohë. Dhe cilat janë gjendjet edhe kohët për me përmen Allahun janë 4. Në adhurim, në dhuntin begati, në mëkate, në gjunahe, edhe në fatkeqësi,